Me një atmosferë elektrizuese në Pallatin e Sportit, Qazim Dervishi në Shkodër u zhvillua ndeshja 2 çeyrek-finale e play-offit në basketbol për meshkuj mes Vllaznisë dhe Bestidhjes, ku qeblut e Koshit nuk arritën të përballonin forcën e ekipit lezhjan, i cili dominoi lojën dhe mbylli sfidën me rezultatin 74-92 pas 4 seteve. I vetmi moment kur shkodranët e pan veten në avantazh ishte ai periudhës së dytë, kur u hoqën me rezultatin 33-32, pavarësisht mbështetjes së zjarrt nga tribuna dhe përpjekjeve për të përmbysur rezultatin. Vllaznia nuk gjeti rrugën e duhur për të ndalur ritmin e Bestidhjes, që u tregua më saktë në sulm dhe më e organizuar në mbrojtje gjatë gjithë takimit. Me gjetë rastin me falenderu publikun sonte, ishte një publik fantastik që kisha shumë vite që nuk e shifsha Pallatin e Sportit kaq të ngarkum, kaq të emocionum. Kishte shumë gjana që nuk shkunën, por kemi marrë një numër të konsiderueshëm personalesh që mendoj që na ngarkun dhe nuk na lejun me vazhdu lojën. Besoj që pa që shanse kena, po në qoftë se shanse do jenë të barabarta, mendoj që do kena edhe sukses ndonjëherë. Unë jam i kënaqur për rezultatin që arritëm, kjo është edhe objektivi i ekipit tonë gjatë gjithë vitit, domethënë. Jam shumë i lumtur që arritëm me mbyll këtë ndeshje me sukses, një fushë vështirë siç është fusha e Vllaznisë. Mendoj që deri diku arritëm të zbatojmë planin e lojës dhe siç u pa, domethënë arritëm ta mbyllim këtë ndeshje me sukses me një diferencë prej 18 pikësh. Ky rezultat e ka quar në 2 numrin e ndeshjeve të fituara nga Bestidhja dhe mbetet për të parë nëse gjithçka do të mbyllet në serinë e tretë të play-off.